Të gjithë drejtorët xhambaze Hajdut të LSI-s në Durrës janë bërë pjesë e pushtetit të PS-s duke vazhduar të jenë në sektor ku ka pasuri ankande, tender, legalizime dhe hipotekime. Një ndër ekzemplarët e kësaj akrobacie është Elvis Pengili, ish përgjegjës sektori në kadastrën e Durrësit kur ishte me LSI-n, ndërsa tani është emëruar drejtori kadastrës si patronazhist i PS-s. Për shumë raste afera shpronësie, Elvis Pengili njihet si falsifikatore Dallaveragji me hartat dhe certifikatat e tokave, për të cilat ka qenë 8 herë subjekt i policisë së krimit ekonomik, prokurorisë dhe gjykatës së Durrësit, por në çdo rast i ka shpëtuar arrestimit e dënimit. Ato e kanë shpëtuar nga burgu pushtetarët, shefat e lartë të policisë e drejtësisë, oligarkët dhe të fortët e botës së krimit në Durrës së Tiranë, të cilëve u ka firmosur harta false për tokat dhe trojet që kanë zaptuar dhe grabitur në zonat bregdetare. Rasti i parë, më 15 dhjetor 2019 pas tërmetit, prokuroria e Durrësit regjistroi çështje numër 2466 për veprat penale, vrasje me dashje në rrethana cilësuese, shpërdorim detyre dhe falsifikimi dokumenteve të tokave në bashkëpunim, ku një ndër zyrtarët e proceduar ishte Elvis Pengili, në atë kohë përgjegjës i sektorit të pronësisë së tokave në kadastër. Në procedimin penal emri i Elvis Pengilit ishte për mas arrest me burg me prova shkresore si falsifikimi dosjeve kadastrale të tokave shtetërore të grabitura, ku ishin ndërtuar objektet që u shembën nga tërmeti dhe shkaktuan shumë viktima në Durrës. Por pas një sqarimi emri i Elvis Pengilit u hoq nga lista e personave të proceduar me mas penale, arrest me burg dhe elan me mas detyrim paraqitje, duke vazhduar detyrën atje ku kishte kryer krimin me dosjet e tokave, ndërsa më pas ju pushua çështja. Rasti i dytë, më 12 prill 2024, prokuroria e Durrësit procedoi një grup zyrtarësh e ish zyrtarësh të kadastrës Durrës dhe ndërtues për falsifikimin e dokumenteve dhe vjedhjen e 151.000 metër katrorëve tokë truall në lagje numër 15 të Durrësit. Mes të proceduarve për mas arrest me burg ishte edhe përgjegjësi i sektorit të pronësisë së tokave në kadastrën e Durrësit Elvis Pengili, por u arrestuan 5 kolegë, ish kolegë përfitues që bashkëpunuan në falsifikimin e dokumenteve, ndërsa emri Elvis Pengilit u hoq nga dosja penale. Rasti i tretë, emri i falsifikatorit të tokave të Durrësit Elvis Pengili figuron në kallëzimin numër 102/2021 bërë në SPAK nga PD, me filmime për presion ndaj punonjësve të administratës publike dhe blerje votash me lek në Durrës. Por ndërsa ndaj disa drejtorëve po vazhdon hetimi prej 5 vitesh, për drejtorin e kadastrës së Durrësit, Elvis Pengili, procedimi penal është fshirë në heshtje duke mos filluar çështje ndaj tij. Rasti i katërt, më 2 prill 2025 ndaj Elvis Pengilit u bë kallëzimi penal në SPAK edhe në prokurorinë e Durrësit me prova filmike, regjistrime audio dhe denoncime qytetarësh për intimidime dhe blerje votash për PS-n, por për të dyja kallëzimet nuk ju filluan çështje penale. Ndaj tij janë regjistruar edhe 4 çështje të tjera penale, pa llogaritur shumë denoncime e kallëzime të tjera nga pronari ish pronar, me të cilët drejtori Elvis Pengili ka bashkëpunuar në grabitjen e tokave nëpërmjet falsifikimeve në dosjet kadastrale. Në informacionet që ka siguruar pamfleti, thuhet se shumica e falsifikimeve janë bërë kundrejt rrushfeteve, dhurimit të sipërfaqeve të tokave, apartamenteve e njësive tregtare, të cilat sipas raporteve të shishit, drejtori Elvis Pengili i ka regjistruar në emrat e familjarëve. Por falsifikimin e rreth 300 hektarëve tokë bregdetare në zonat preferenciale të bashkisë dhe rreth i Durrës, Elvis Pengili i ka bërë edhe me urdhër e në interes të fortëve Agasi, Poja, Avdylja, Hajri dhe të pushtetarëve lokal në Durrës e në kupolën e qeverisë, të cilët e mbajtën shef të tokave dhe emëruan drejtor të kadastrës. Gjykata e Tiranës ka pranuar kërkesën e prokurorisë për sekuestrimin si aset kriminal të kompanisë Eurobeton 2005 SHPK, e cila rezulton e përfshirë në pastrim parash, skema mashtrimi dhe fshehje të ardhurave, e skeduar si betonierja kryesore në Tiranë, pastrimit të parave të drogës, korrupsionit dhe skemave mashtruese. Vendimi për sekuestrimin e kompanisë është marrë më 24 prill 2026. Prokuroria e Tiranës nisi një hetim disa mujor për aktivitetin e dyshuar kriminal të kompanisë Eurobeton 2005 pas sinjalizimit nga organet ligjzbatuese shqiptare dhe partnere. Hetimi ka zbuluar pastrimin e 10 milionë eurove, një skem disa vjeçare, mashtrimi, evazion fiskale dhe të tjerë, vepra penale të kryera nga një grup i dyshuar kriminal, por që megjithatë dosja nuk është referuar për kompetencë në SPAK. Edhe pse pronarët e kompanisë rezultojnë mbulesë parave të grupeve të rrezikshme kriminale, SPAK është mbajtur larg kësaj dosje. Jo vetëm kaq, por edhe lajmi i sekuestrimit nuk është bërë publik, ndërsa drejtuesit e kompanisë jo vetëm që i kanë shpëtuar arrestimit, por vijojnë aktivitetin kriminal, sidomos duke mashtruar biznesmen të ndryshëm. Pas kompanisë Eurobeton 2005 qëndrojnë italianët Pietro Telesca dhe Giovanni Battista Telesca. Giovanni Eurobeton, i njohur si një prej mashtruesve më të famshëm në Tiranë. Giovanni Battista Telesca rezulton nga hetimi se ka mashtruar një numër biznesmenësh në Tiranë, duke u zhvatur miliona euro, ndërsa është personazh i kyç që mban lidhjet me grupet kriminale për pastrimin e parave në ndërtim. Ortakët shqiptar janë Arjan Ormenaj dhe Bujar Gazheli, ky fundit i lakuar si miki i Edi Ramës, përfitues i 10 milionë eurove para publike në shëndetësi, përmes kompanisë Albanian Medical
Chemical Distributor, derivati një kompanie të dyshimit italiane. Ndërkaq Arian Ormenaj është skeduar si personazh i kyç që pastron paratë e grupit kriminal Çopja, i goditur nga SPAK. Nga verifikimet rezulton se kompanitë Elba Beton dhe Elba Import, të themeluara nga antari i grupit kriminal Çopja, Arben Lamçi alias Dobrova, rezultojnë se kanë kaluar në emrin e biznesmenit Arian Ormenaj. Sipas dosjes së prokurorisë së krimeve të rënda, Arian Ormenaj, i cili sot është edhe administratori të dyja kompanive, dyshohet se mbulonte kompanitë Arben Lamçës me të cilat pastroheshin paratë e veprimtarisë kriminale, shfrytëzim prostitucioni, trafik kokaine dhe vrasje me pagesë. Kompanitë Elba Beton dhe Elba Import, sot në emrin e Arian Ormenaj, rezultojnë se kanë qarkulluar 10 miliona euro para të dyshuara se janë injektuar në këto kompani nga aktiviteti kriminal. Arian Ormenaj menaxhon një kartel kompanish me veprimtari të dyshimt, ndërsa posedon në emrin e tij restorante, lokale, apartamente dhe biznese 10 miliona euro nga Elbasani në Tiranë. Arian Ormenaj ka hyrë në transaksione dhe i ka bler aksione edhe Bekim Alilajt, një personazh i njohur i aferave korruptive të Ilir Medës. Arian Ormenaj ka përfituar edhe koncesione për hidrocentrale, ndërsa po ndërton në qerre të Kavajës me disa kompani në emrin e tij. Arian Ormenaj nuk është biznesmeni i vetëm i cili dyshohet se mbulon pasuritë dhe bizneset e grupit kriminal Çopja. Grupi kriminal për vite me radhë ka arritur të rekrutojë gjyqtar, policë, prokurorë të tjerë, duke bler drejtësinë dhe duke i shpëtuar veprimit të ligjit. Marr nga prapaskena. Hetimet që po zhvillohen ndaj anëtarëve të burgut Drenov në Korçë, të cilët lejuan futjen e modeles kosovare Ziza Pajaziti për takim special me të dënuarin me burg për jetë Laert Haxhiu, kanë nxjerrë në dritë edhe një fakt domethënës. Një muaj më parë, prokuroria e Korçës administroi në dosjen e timore një dokument nga drejtoria e burgut të Drenovës që tregonte se Ziza Pajaziti ka qenë bashkëjetuese me Laert Haxhiun gjatë kohës kur ai ka qenë jashtë ambienteve të burgut. Dokumenti është një deklaratë notariale që ka vlerë juridike dhe është dorëzuar pak kohë më parë në drejtorinë e burgut Drenov. E më pas është administruar nga prokuroria e Korçës. Përmes këtij dokumenti, Ziza Pajaziti ka pretenduar se ka hyrë në burg si bashkëjetuese e Laert Haxhiut, gjë e cila ligjërisht është e lejueshme. Ky fakt mund të sjellë në të ardhmen pushimin e çështjes penale ndaj ish drejtorit të burgut Fation Fasho dhe i shefit të policisë së këtij burgu, Sokol Kaçoli. Ndërkohë vetë modelja kosovare Ziza Pajaziti, e cila në 2025 u përfshi në skandalin e hyrjes së vajzave VIP në burgjet e sigurisë së lartë, prej më shumë se një viti nuk është arritur të gjendet nga policia dhe prokuroria e Korçës. Ziza Pajaziti ishte një ndër vajzat VIP, e cila në 12 qershor 2025 arriti të futet në burgun e sigurisë së lartë Drenov për të marrë një takim special me Laert Haxhiun, i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje në lushnjë të Zamir Latifit dhe Jurgen Hoxhës. Në kuadër të këtij hetimi, prokuroria e Korçës prej gati 3 muaj ka kërkuar të marrë në pyetje modelen kosovare Ziza Pajaziti me qëllim sqarimin e rrethanave të futjes së saj në burg, si gruaja e të dënuarit përjet Vladimir Kurti. Por në fakt ajo ka zhvilluar takim me Laert Haxhiun. Prokuroria e Korçës, që po ndjek rasti në fjalë, ka kërkuar informacion Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi vendodhjen e adresës së banimit në Tiranë të Ziza Pajazitit me qëllim dërgimin e fletëthirrjes për të paraqitur me qëllim marrje në pyetje të saj. Shkruan Anton Qyno për syri.net. Deri në këtë fazë asnjë person nuk është marrë i pandehur për shpërdorim detyre dhe futjes në burgje të vajzave, të cilat marrin takime speciale me të dënuar me burgim të përjetshëm. Kallëzimi që inicioi këtë çështje është depozituar nga prokuroria e Korçës nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve, e cila kërkoi ndjekjen penale për shpërdorim detyre te ish drejtori të burgut Drenov Fation Fasho dhe i shefit të policisë së këtij burgu, Sokol Kaçoli. Ervin Mata është arrestuar në Brazil pas disa vitesh në Arrati. Autoritetet braziliane e ndaluan në ishullin Ilhabela, një destinacion turistik në shtetin e São Paulos. Ai ishte shpallur në kërkim nga drejtësia shqiptare dhe akuzohet nga SPAK për përfshirje në disa episode të trafikimit të lëndëve narkotike nga Amerika Latine drejt Europës dhe Shqipërisë, si edhe për lidhje me organizata kriminale. Sipas raportimeve të mediave braziliane, arrestimi u krye nga Policia Federale Braziliane në bashkëpunim me autoritetet lokale në zonën bregdetare të shtetit të São Paulos. Lajmi u publikua fillimisht nga CNN në Brazil dhe më pas u pasqyrua edhe në mediat shqiptare. Për vite me radhë, Mata kishte arritur të shmangej arrestimit, duke lëvizur mes vendeve të Amerikës Latine, Spanjës dhe Brazilit, ndërsa në Shqipëri emri i tij u bë i njohur, jo vetëm për investimet në sektorin e ndërtimit, por edhe pas përplasjes së famshme me Ervis Martinajn në ngjarjen e njohur si masakra e bllokut. Vendodhja ku ai u arrestua ka një histori të errët kriminale. Ishulli Ilhabela, sot një destinacion luksoz turistik në brigjet braziliane, përmendet shpesh në historinë e trafikut ndërkombëtar të drogës për shkak të lidhjeve me mafien italiane në vitet 70. Aty u vendos për një periudhë edhe Tommaso Busqueta,
një prej figurave më të njohura të mafjes siciliane, i cili më vonë u bë edhe një nga të penduarit më të famshëm të Cosa Nostras. Nën identitet të rem, ai jetonte në ishull si një biznesmen i zakonshëm, ndërsa dyshohet se drejtonte operacione të trafikut të kokainës dhe heroinës drejt Amerikës së Veriut, duke përdorur porte dhe pista të vogla ajrore në zonë. Pikërisht në këtë ishull dekada më vonë u lokalizua dhe u arrestua edhe Ervin Mata. Ende nuk dihet se pse kishte zgjedhur të jetonte në Ilha Bela, nëse për shkak të izolimit dhe luksit që ofron zona, apo për arsye të tjera që lidhen me aktivitetin e tij.